Pra kjo trombofilia është shumë e gjerë, shumë e thellë. Me një trajtim të mirë, një mbarohet një shtatzani me sukses. Edhe bashkë të themi këto, do më thonë se tash çfarë terapie ose çka duhet me ba, do më thonë detyrë e jona ose ginekologut, nëse kemi indikacione për me ba analizat e trombofilis, kuptohet që do më thonë duhet me ba dhe kuptohet jam shumë dakord nuk ba, do më thonë vetëm 5 elemente aty, po janë disa elemente që duhet të më trajtose, se sicila sigurisht, sicila panelin e ka dhe sicila për tyne ka vlerën e vetë dhe rëndësinë e vetë, numër 1, po dhe sicila për tyne trajtohet në atë mënyrën adekuate. Në atë moment ku mu më dalin faktorët e trombofilis, cila për tyne dhe më thënë dalin pozitiv, ose kam, si që përmeni doktorisha, mutacione ose defekte genetike, që to besoj që e kuptojnë, defekte genetike cilat janë apo qësh janë, dhe më thonë une automatikisht konsultona me hematologun. Hematologu është dhe më thonë aj, që ka në bazë analizave të cilat da rezultateve dhe më thonë e përsaktojnë, që gjatë shtazanis, një shtazane ka me përdor për shembull, ose për shembull një injeksione për tollimin e gjakut, ose ka me të përdor dhe më thonë vetëm me acid folik ose tjera të tjera. Ka terapi që e qënë shtazanin mirë mbardhe në fond. Gjitha që to, apet, po duhet me përsërit, më thonë, qëllimi që i me shku shtazania deri në fond dhe pa pasoja.